Në momentin që shmang atë që tham, që të mos bëj udhëtime apo lëvizje reagime të pamenduara mirë apo që përmbajnë risk, normale që mund të kemi një javë më pozitive. Ndërkohë që për sa i përket investimeve financiare, për shembull akrepit është një javë ose një ditë shumë pozitive. Dita e hënë, investimet të cilat i keni normalisht që i dini se çfarë janë, keni bërë kërkime përpara, gjatë kësaj jave, ditën e hënë do të këshilloj që të filloni të vinit në jetë. Ne ndjen menjëherë pothuajse në shëndetin e tyre fizik. Shenja akrepit, trusnin e madhe që po ndodh në këto momente. Mund të kenë shumë më tepër gjumë se çfarë kanë zakonisht, mund të ndjen shumë të lodhur e të tjerë. Si mund të kalojmë këto? Është duke fokusuar tek krijimtaria jonë në punë, duke gjetur zgjidhje më kreative në lidhje me karrierën tonë. Nëse nuk jemi të kënaqur me punën që bëjmë, nuk po them që ta lëm, po mund të gjejmë edhe mënyra të tjera për të fituar të ardhur materiale të mira.